Basi durova lajmin e gjithave, kur kam qenë në shtëpi, aty kam shpërthyer dhe kam shpërthyer jashtëzakonisht shumë keq. As e kisha dëgjuar veten time të qaja në atë mënyrë dhe me zë. Në ndëreshe? Shumë rrallë. I ke mbajtur të zezat? Asnjë ditë. As për maman, as për babain. Dhe as për Latifin. Edhe ai që tradhton. Ai e bën, madje a ka mundësi të vishet sa më shpejt, tiki sa më shpejt sikur s'ka bërë asgjë dhe e bën prap mbas 3 ditësh, vete kollare, edhe të bën edhe moral. Fëmijët gjithmonë për ne do na shajnë, do na gjejnë meta, ndërsa për shembull nëse baballarët janë burra më të qetë dhe nuk janë si thosh të fortë fare, ata ja se babi, ja se do përkthel babin ose do bëj këtë, jo pse kështu. Dhe gjithmonë dalim neve, dalim ne të fortat, rini aty ju se ju e përballoni vetë jetën. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.